Do ta pranoni reformën territoriale që ka propozuar PS-ja me 46 bashki, po që se do të pranoni do jetë shumë mirë për qytetarët, sepse vetëm administratë fiktive pa fonde dhe pa asnjë shërbim ndaj qytetarëve, dhe mirë që është në këtë gjendje që është populluar Shqipëria. Mirë që të jenë vetëm 25 bashki, ashtu dhe për në parlament të ndërhyet në kushtetut, dhe që parlamentit mos jetë më shumë se 80 deputet, sepse vetëm sa marrin rrogën kot dhe rëndohet buxheti shtetit dhe taksat e qytetarëve, se më tepër se gjysma e parlamentit sa marrin rrogën kot fare dhe sipas statistikave për 36 vite janë larguar 2.199.000 qytetarë nga Shqipëria. Edhe një si pati emrin? Hamdi. Përshëndetje Hamdi. Kur e keqja rrokullis, mendoj se është detyrë të përpiqesh ta ndalosh rrokullisjen. Dhe jo ta ndihmosh ta mbështetish atë. Në qoftë se kemi arritur tek ato shifra të pashembullta që nga viti 1300 në kohën e vdekjes së zezë, mortajës së zezë e gjersot, si paksim demografik, në qoftë se shqiptarët me politikat e Edi Ramës u zbuën 2 herë më shumë se sa në Shqipëri se sa shqiptarët në Kosovë me politikat e Çubriloviçit, një nga shkaqet, një nga mekanizmat më madhor ishte reforma territoriale e tij. Reforma territoriale që zhduku qindra komuna dhe bashki faktikisht zhduku shërbimet, pikërisht atë që ka nën kryesor elaboratet apo memorandumi i Çubriloviçit, zhduku shërbimet ndaj qytetarëve. Zhdukja shërbimeve bëri që ata të kenë të vështirë jetën, më të kushtueshme, të bëhen rrugë më shumë, të paguajnë më shumë për të fituar një vërtetim, një të drejtë të tyre, dhe i nxiti ata të largohen nga vendi i tyre. Por tani le të shohim pak çështjen tjetër që ju thoni, lidhur me rrogat e punojësve. Shqipëria me 410 bashki dhe komuna kishte në 2013 18.000 rrogtar. 18.000 rrogtar ose 19.000 rrogtar punojës të këtyre komunave. Pasi këto u hoqen, u zhduken dhe ram tek 61 bashki, numri këtyre punojësve u dyfishuaj dashur. Rrogat që mirëshin në ato që këta i quajnë njësi administrative të pazgjedhura fare, u rriten nga 1 në 8 herë, mesatarja u dyfishuan me rreth 39.000 punojës. Pra, nga kjo, jo vetëm që nuk u paksuan shpenzimet, por u dyfishuan. Po çfarë ndodhi tjetër? U përjashtuan tërësisht investimet nga Shqipëria rurale.
në rrugë, në ysellsa, në kanalizime. Gjë që diktonte largimin masiv të qytetarëve, të banorëve nga vendet e tyre. Ndaj dhe ne nuk mund të aprovojmë këtë platformë të Edi Rams me 46 bashki. Ne kemi shpallur platformën tonë me 101 bashki, apo 100 bashki, me potencial për shtimin e një numri tjetër mbi bazën e diskutimeve. Ne besojmë se reforma territoriale duhet të jetë në funksion edhe të ripopullimit të Shqipërisë. Ripopullimi për ata që mendojnë se ky komb duhet të ekzistojë është kushti gjitha kushteve për ekzistencën e kombit tonë. Përndryshe, në qoftë se vazhdohet me këto ritme, të garantoj që në Shqipëri shqiptarët do të jenë stërpakicë, toka mbetet se është e përjetshme. Por banorët e saj do të jenë pakicë e pakicës, do të jenë shqiptarë. Eda Grimci, doktor, si e shpjegoni faktin që 2 tecet lundruese, të cilat gjatë vitit 2020